Arjen Pacaj është gardiani I klubit të futbollit Shkodra për kategorinë U15. Urime për këtë kupë, sa po fituat. Shumë faleminderit. Arjen. I kënaqur? Normal shumë I kënaqur si të gjithë. Në këtë sezon keni bërë ndeshjet e plota, keni qenë në formacion gjatë gjithë kohës? Plota. Dhe sipas trajnerit Pjanici keni pësuar shifrin më të vogël nga gjithë portierat e kampionatit apo jo? Po, kjo është një meritë e personit normal, edhe gjithë skuadrës. Për sa vitesh që jeni pjesë e klubit Shkodra? 2 vite. Dhe në 2 vite më njëherë arritet tek suksesi tek fitoria e trofeut. Menimin e personit të gjithëve, normal një person që punon gjithmonë shumë fort, të ndihmon të gjitha, arrin që të bësh gjithë çfarë fare të duash me te. Cilat janë ëndrat tuaja për vazhdimsinë? Unë shpresoj që të luaj në një kampionat të jashtëm. Prezent në dorëzimin e medaljeve ishte edhe ish portieri kampioni I Vllaznisë Armir Grima. Çfarë mendoni që mund të keni marrë Grimës apo një portier tjetër apo kujt dëshironi të ngjasoni në futbollin shkodrant dhe shqiptar? Mua si portier më pëlqen Manuel Neuer, gjithmonë e kam pasur idhull atë. Shpresojmë që të bëhemi si ai. Një pyetje që ja bërë edhe kolegëve tuaj, kjo ku për ke shkon? Normal për familjen time dhe për personat që kanë punuar gjithë vitin fort për ne, për të dalur kampion, dhe kjo normal puna, gjisha dhe sakrifica gjithë kampionatit do shpërblye. Suksese sezonin e ardhshëm, se ju pret një punë edhe më e vështirë. Shpresojmë që ta bëjmë përsëri, si e bëjmë si mjet. Suksese. Shumë faleminderit.